Këtu është horoskopi i mërkur 5 nëntor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Ka kaq shumë gjëra për të bërë kur bëhet fjalë për punën, njerëzit që janë të vetëpunësuar e dinë mirë këtë. Jepini vetes një moment intimiteti me personin që doni sa më shpejt të jetë e mundur. Demi. Është koha për të vlerësuar situatën tuaj. Mundohuni të mos bëni gabime në dashuri, gjithsesi është një periudhë rikuperimi. Binjaket. Ju jeni duke kërkuar dhe është koha të kaloni në fakte. Forma përmirësohet, por ju duket shumë e tensionuar ose e shqetësuar, faji i punës dhe i disa ngjarjeve familjare. Gaforja. Nëse ka pasur polemika ose tensione, tani është koha për t'i zgjidhur ato dhe tani mund të gjeni dikë që është simpatik me ju dhe të ndiqni projekte të reja, edhe në dashuri. Luani. Ju jeni pak i lodhur, i trazuar. Lajmet e punës priten, por ka tension sepse asgjë nuk duket e qëndrueshme, ju duhet të përshtateni. Virgjeresha. Ndonjëherë ne kemi marrëdhënie të padobishme vetëm nga frika e ndryshimit. Dikush do të përpiqet t'ju zemëroj ose t'ju pengoj punën tuaj, të shtyjë vendimet për nesër. Peshorja. Disa referenca kanë ndryshuar si në punë ashtu edhe në familje. Sonte kujdes fjalët e diskutimit. Akrepi. Pak si shenjat e tjera, sot ju jeni në një fazë të tensionit të fortë në të cilën nuk ka mungesë betejash, gjithçka që ju po bëni kushton përpjekje, do të kalojë. Shigjetari. Mund të shpërqendroheni nga shumë sugjerime sot. Realiteti është në një nivel profesional, ju dëshironi një shpërblim, por nuk mund ta kërkoni menjëherë. Britsjapi. Përgjigjet nuk do të vinë menjëherë. Kujdes në marrëdhëniet e punës dhe në shtëpi. Ujori. Do të keni mundësi të shihni një person në aspekte që nuk i keni konsideruar kurrë. Ndonjëherë njerëzit përreth jush nuk bashkëpunojnë, shpesh ju keni ndjenjen e veçantë se duhet të përballeni vetëm me problemet dhe kjo ju bën të ndiheni keq. Peshqit. Gjithçka që ka ndodhur, veçanërisht ekonomikisht gjatë muajve të fundit, do të kishte dekurajuar këdo dhe, përkundrazi, ju jeni ende në kulmin e valës. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.